Qëllimi i kësaj konference është informimi i asaj se çfarë janë duke bërë institucionet e vendit për bizneset e vogla dhe të mesme, si dhe për zhvillimin e sektorit privat. Kështu tha në konferencën informative të organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Është të bë shpërndamje bukur e madhe e mjeteve financiare, e mënyrë që bizneset të njoftohen, të informohen lidhur me këto se çka duhet të plotësohet, çka duhet të merren për bazë për më mujtë marrë dhe të përfitimi i këtyre donacioneve. Këto donacione, si që e dini, i shpërndan Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për momentin 4 milion euro, konkretisht Agjencioni për investime ndihmë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të Kosovës. Shpresoj dhe besoj shumë se komentet, rekomandimet të cilat do të dalin nga kjo konferencë janë edhe kanë më qenë shumë të dobishme për drejtorinë e zhvillimit ekonomik, e cila padyshim se do t'i merr në konsiderim në futjen e objektivave të veta, do të thotë në realizimin e objektivave që padyshim një prej objektivave tona të komunës, po dhe të drejtorisë sonë është mbështetja institucionale e ndërmarrjeve të vogla. Ndërsa drejton Dalipi ka bërë të ditur format e rritjes së punësimit në Kosovë. Ka një buxhet prej 7.2 milion frangave zyrtare. I kemi 2 vite implementim, pastaj ta shohim ndoshta edhe ripërsëritjet projektit. Objektiva kryesore, qëllimi kryesor është krijimi i vendeve të punës për të rritur Kosovës. Si projekt është pak unik, se punon edhe me sektorin e arsimit ku zhvillohen shkallësitë e trive, mirë punon edhe me sektorin privat, ku këto shkallësi mund të hinë punë. Në këtë konferencë u ndan mirënjohje për bizneset më të suksesshme të regionit. Ata që u shpallën fitues u ndjen të lumtur që po arrin të korrin suksese në këtë krizë ekonomike. Të arriturat e të rronit në krahasim me vitin 2012 dhe vitin 2013 janë rritja e qarkullimit, të thojmë parafasisht në mos prej 20 deri në 30%. Kjo ka bo edhe njënën unë jemi një ndër tatim paguesit më të rregullt në regionin Gjakovës. Karakteristike e rronit është edhe ajo që ne nuk mojmë produkte serbe, do më thonë ato kemi jashtë sistemet për fillimit, do më thonë prej vitit e 2008. Ditët e biznesit të vogël dhe të mesëm kanë filluar nga 16 maj dhe do të vazhdojnë deri më 12 dhjetor të këtij viti, ku do të vlerësohen kapacitetet e ndërmarrjeve në fjalë.